Ethet e Nilit perëndimor po përhapen me ritme shqetësuese në Greqi, ku numri i rasteve të transmetuara brenda vendit ka arritur në 110, pas 45 infektimeve të reja vetëm gjatë javës së fundit, ndërsa 9 persona kanë humbur jetën. Të infektuarit me ethet e Nilit perëndimor gati janë dyfishuar vetëm brenda një jave në vendin fqinj. Sipas Organizatës Kombëtare të Shëndetit Publik të Greqisë, në 81 të rasteve është prekur sistemi nervor qendror, duke shkaktuar komplikacione të rënda shëndetësore, përfshirë dhe paralizë akute. Situata është veçanërisht shqetësuese në Atik, ku virusi po qarkullon me intensitet të lartë dhe rastet janë evidentuar në 39 bashki, në 14 njësi rajonale dhe në 4 rajone të vendit. Nga 9 viktimat e regjistruara deri më 12 gusht, të gjithë ishin mbi 65 vjeç, me moshë mesatare 82 vjeç, duke e konfirmuar rrezikun më të madh për të moshuarit. Aktualisht 35 pacient ndodhen ende në spital, prej të cilëve 16 janë në terapi intensive, ndërsa 61 janë larguar nga spitali pas trajtimit. Megjithatë, shifrat zyrtare nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht për masat reale të epidemisë, pasi për çdo rast me prekje të sistemit nervor mund të ketë rreth 140 persona të infektuar me simptoma të lehta ose pa simptoma. Një nga zonat më të prekura është Atika Lindore, ku janë regjistruar përqendrime të larta të rasteve të rënda. Virusi po zbulohet gjithashtu tek kuajt në disa zona të Greqisë. Një tregues se qarkullimi i tij është më i gjerë dhe nuk kufizohet vetëm tek rastet njerëzore. Autoritetet greke kanë intensifikuar monitorimin epidemiologjik, kontrollet ndaj mushkonjave dhe vendosjen e kurtheve për zbulimin e hershëm të virusit, ndërsa zonat e konsideruara me rrezik të lartë po monitorohen nga afër. Autoritetet shëndetësore greke kanë paralajmëruar se raste të tjera priten në javët në vijim, pasi virusi tashmë konsiderohet i vendosur në Greqi dhe autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të marrin masa individuale për mbrojtjen nga pickimet e mushkonjave.